Zonja Svahiu, përshëndetje dhe ju falenderoj shumë që pranuat intervistën tonë. Flasim pak për takimin e këtij viti në Shandong, pra si e përjetuat këtë takim, çfarë bashkëpunimesh mendoni se mund të përfitojë Shqipëria nga ky takim? Së pari, unë do doja t'ju falenderoja për ftesën, për një intervistë në një nga televizionet më të rëndësishme dhe t'ju përgëzoj ju për mënyrën se sa mirë e flisni gjuhën shqipe. Këtë herë është hera e dytë që unë e vizitoj Kinën. Një vit më parë ne kemi vizituar Pekinin dhe Shangaj dhe ajo ka qenë një vizitë me grupin e miqësisë Shqipëri-Kinë. Ka qenë një vizitë shumë e mirë dhe shumë produktive. Dhe kjo është vizita ime e dytë në nivelin e nënkryetares së Parlamentit të Shqipërisë. Jam e nderuar dhe respektuar që erdha për të vizituar Shandong, duke filluar nga një qytet tjetër që është Dozhu. Dhe në Shandong, siç ju e dini, është zhvilluar një aktivitet i rëndësishëm midis drejtuesve lokal të vendeve të Europës qendrore dhe lindore dhe drejtuesve lokal të Shandong dhe jo vetëm edhe të provincave të tjera. Dhe padyshim që ky aktivitet ka patur një vlerë shumë të madhe për të shkëmbyer eksperiencat midis drejtuesve lokal të vendeve që unë përmenda dhe për të ndarë midis tyre çfarë është bërë dhe çfarë është e mirë që të përfitohet nga Shandong dhe nga provincat tuaja në drejtimin lokal. Në fakt, unë kam mbetur e impresionuar nga vizita këtë herë, sepse realisht mikpritja juaj është e veçantë, do të thoja. Ju dini t'i respektoni të ftuarit tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme, por mbi të gjitha arrini edhe të transmetoni dhe të pasqyroni gjithçka ka arritur vendi juaj, në përgjithësi Kina, por edhe kjo provinca e Shandongut, paktën në 2 dekadat e fundit, ka patur një zhvillim shumë të madh. Si në fushën e teknologjisë, në fushën e inovacionit, në prodhimin industrial, në turizëm, në universitete dhe ne vetëm sot patëm 2 vizita të rëndësishme në 2 qendra, njëra që ishte kompania e rëndësishme që merrej me ndërtimin e autostradave, të urave dhe të tuneleve, dhe një kompani tjetër po aq e rëndësishme që merrej me industrinë e rëndë, ku ne morëm një informacion të detajuar për të gjithë gamën e gjerë të makinerive që prodhoheshin në industrinë e rëndë, në këtë kompani, dhe se sa shumë ato kishin arritur ta përhapnin produktet e tyre jo vetëm në provincat e Kinës, por edhe në Europë. Dhe kjo tregon edhe njëherë se sa shpejt dhe sa shumë ka avancuar Kina në të gjitha teknologjitë. Pra, jo vetëm në fushën e inovacionit, por edhe në teknologjinë e rëndë, por duke i ndërthurur të dyja. Dhe gjëja që vlerësoj maksimalisht është që në çdo investim tuaj, ju shikoni se sa miqësor është ky investim me ambientin. Pra, se sa ju po përpiqeni që ta ruani ambientin, që të ulni përqendrimin e dioksidit të karbonit dhe të investoni kudo për një qytet të gjelbër. Çfarë bashkëpunimesh konkrete në fakt mendoni se mund të përfitojë Shqipëria nga ky takim në të ardhmen? Unë mendoj që ne në të gjitha fushat që unë ju përmenda kemi plot hapësira për të bashkëpunuar. Shqipëria është një vend i vogël, shumë i vogël kur e krahason me vendin tuaj, por edhe ne kemi patur zhvillimet tona në këto fusha. Do të fokusohem pak tek fusha e inteligjencës artificiale. Ne jemi përpjekur në vitet e fundit që të bëjmë një transformim rrënjësor, sidomos në përfitimin e shërbimeve publike, për t'i bërë ata sa më lehtësisht të arritshme për qytetarët nëpërmjet fushës së teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Ne për herë të parë kemi vendosur
që një ministri të drejtohet nga një ministre e inteligjencës artificiale. Dhe qëllimi i këtij hapi është pikërisht që të luftojmë sa më shumë të mundemi fenomenin e korrupsionit, sidomos në tenderat publik. Dhe padyshim për të forcuar administratën publike. Dhe mendoj që në këtë fushë kemi shumë për të bashkëpunuar, për të mësuar nga çfarë ju keni arritur me hapa shumë të shpejt në fushën e inteligjencës artificiale, por jo vetëm në këtë fushë. Kemi fushën e turizmit, ku ne duhet ta intensifikojmë bashkëpunimin tonë. Do të ishte shumë mirë që të punonim fort, padyshim edhe me ndihmën e ambasadorëve tanë në vendet e respektive, për të vendosur një linjë direkte me Shqipërinë. Shqipëria është një vend shumë i bukur, është i vogël, por është shumë i bukur dhe të ofron një natyrë të mrekullueshme. Ka fusha, ka male, ka dete, ka liqene dhe padyshim që përveç natyrës edhe shkëmbimet tona kulturore mund të intensifikohen dhe sidomos për brezin e ri do të ishte shumë e rëndësishme që të vinin dhe ta vizitonin Shqipërinë respektivisht vendet tona. Ju jeni shumë i ri, por nëse do të pyetni një moshatar të viteve 70, ju do të kuptoni se çfarë lidhje të madhe kanë patur me Shqipërinë, sepse Kina e ka mbështetur shumë fort Shqipërinë në vepra të rëndësishme, kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në atë kohë në prodhime dhe në industri në vendin tonë. Unë padyshim që kam një falënderim për ndihmën që na ka dhënë Kina në momente të vështira që ka patur Shqipëria, siç ka qenë tërmeti që jemi goditur në vitin 2019, pandemia ku ne patëm një mbështetje shumë të rëndësishme nga Kina dhe më pas dhe përmbytjet. Dhe kjo tregon që ne kemi shumë afërsi dhe dashamirësi midis dy popujve tanë. Dhe këtë ne duhet ta intensifikojmë, ta transmetojmë tek brezi i ri që ju përfaqësoni, për të patur një shkëmbim më të madh edhe midis universiteteve tona, për të patur një shkëmbim më të mirë midis qyteteve tona. Ne mund të bëjmë një shkëmbim midis qytetit të Zhinanit dhe një qyteti në Shqipëri, sepse këto bashkëpunimet fillojnë si të vogla, por pastaj vinë duke u intensifikuar edhe sipas interesave respektive. Ky bashkëpunim midis vendeve të Europës qendrore dhe lindore dhe Kinës ka filluar në fakt që në vitin 2012. Dhe që prej asaj kohe janë zhvilluar disa takime në vende të ndryshme, jo vetëm në Kinë, ky i fundit ishte midis drejtuesve lokal, por takimet e tjera kanë qenë midis drejtuesve qendror dhe vetëm sot kur unë bëra vizitën në kompaninë e fuqishme për ndërtimin e rrugëve dhe tuneleve dhe urave, aty ishin të demonstruara projekte që kishte realizuar kjo kompani nëpërmjet këtij bashkëpunimi në disa shtete të Europës, duke përmendur Hungarinë, duke përmendur Serbinë, projekte të përfunduara tashmë dhe që e kanë dhënë rezultatin e tyre dhe impaktin e tyre në vendin ku janë ndërtuar. Kështu që do të thoja që në të njëjtën qasje ne mund të kemi bashkëpunimin edhe me Shqipërinë, sepse edhe Shqipëria është kontributore në këtë bashkëpunim midis CEC-it dhe Kinës. Dhe kemi plot fusha, sidomos përveç ndërtimit, kemi edhe kulturën, një armë shumë të fuqishme që duhet ta shfrytëzojmë. Në Serbi, për shembull, është ndërtuar një qendër shumë e madhe kulturore, dhe të njëjtën gjë ne duam të bëjmë edhe në Shqipëri, sepse besoj që përveç investimeve në infrastrukturë, investimet në art, në kulturë dhe në shkëmbimin e pasurive tona kulturore mbeten dhe trashëgohen ndër breza. Shqipëria është një vend i vogël, por shqiptarët janë po aq mikpritës sa jeni dhe ju.
Ne kemi një vend të mrekullueshëm, ku besoj nga qytetarët kinesë që e kanë vizituar duhet të kenë mbretur të impresionuar nga natyra shqiptare, por jo vetëm. Kemi shumë gjëra të përbashkëta midis dy popujve tonë, ndaj unë do të ftoja sa më shumë ta vizitoni Shqipërinë dhe do të mbeteni shumë të kënaqur. Përshtypjet e mia janë impresionuese. Kanë qenë edhe në vizitën e parë, por në këtë vizitë të dytë në fakt më është dhënë mundësia të vizitoj më shumë kompani dhe të shikoj zhvillimin e jashtëzakonshëm që ka patur vendi juaj, sidomos në 2 dekadat e fundit, dhe është një vlerësim maksimal për përpjekjen që bëhet dhe që është bërë, ku qindra milion njerëz kanë dalë nga varfëria sipas standardeve të OKB-s. Ndaj jeni për të përgëzuar si kom që punoni kaq fort dhe që në drejtimin që keni, keni intensifikuar dhe keni përqafuar teknologjitë e reja, por duke mos haruar asnjëherë tradicionalen tuaj. A mund të përmbledhni eksperiencën tuaj këtë herë në Kenë me vetëm 3 fjalë ndoshta? Zhvillim, qëndrueshmëri dhe mbi të gjitha ruajtja e ambientit duke i kthyer qytetet në qytete të gjelbra.